Radio Sharri. Mirëmbrëma të nderuar dëgjuesë dhe mirë se erdhët në frekuencën 96.4 MHz në emisionin Kuizi Diturisë përmes valëve të Radio Sharrit. Keni të gjithë përshëndetje të ngrohta dhe të përzemërta, të gjithë që në këto qaste pra jeni me ne. Sonte është nata finale e kuizit të diturisë përmes valëve të Radio Sharrit. Nxënësit do t'i masin njohuri të arritura nga lëndët mësimore, gjuhë dhe letërsi shqipe, matematik, biologji dhe fizik. Të nderuar prindër, të respektuar mësues, të dashur nxënës, sonte është finalja e dytë e kuizit të diturisë përmes valëve të Radio Sharrit, ku për t'i treguar aftësitë e veta në këtë garë të diturisë do të takohen nxënësit përfaqësues të shkollës fillore Shaban Shabani nga Llopushniku dhe nxënësit përfaqësues nga shkolla fillore 28 Nëntori të Bresanës. Në këtë garë të madhe të diturisë morën pjesë të gjithë shkollat fillore të komunës sonë. Kuizi i diturisë përmes valëve të Radio Sharrit u organizuar nga Drejtorati për Arsim, Demokratizim dhe Media dhe që realizues është Radio Sharri. Pra, po japim edhe një pasqyrë të shkurtër të takimeve të kësaj gare të madhe të diturisë. Kuizi filloi me datë 5 maj në mes të shkollës fillore Muhamet Çami nga Kuki dhe shkollës fillore Shaban Shabani nga Llopushniku. Me të mirë ishin pra finalistët e natës së sonte, nxënësit përfaqësues të shkollës fillore Shaban Shabani nga Llopushniku. Takimi përfundoi me rezultat 54 me 36 pikë për nxënësit e shkollës fillore Shaban Shabani. Takimi i dytë u zhvillua me 8 maj në mes të përfaqësuesve të shkollës fillore Sezai Suroj nga Belobradi dhe përfaqësuesve të shkollës fillore Nezim Berati nga Dragashi, ku ky takim përfundoi me rezultate 45-27 pikë në të mirë të nxënësve të shkollës fillore Sezai Suroj nga Belobradi. Takimi i tretë u mbajt me datën 12 maj, ku u takuan nxënësit të shkollës fillore 28 Nëntori nga Bresana dhe nxënësit e shkollës fillore Ganimete Tërbeshi nga Blaçi. Ky takim përfundoi me rezultat 48 me 33 pikë në të mirë të shkollës fillore 28 Nëntori. Ndërsa në këtë gjiro shkolla fillore Ulina ishte e lirë. Në gjirën e dytë u takuan nxënësit e shkollës fillore Ulina dhe nxënësit e shkollës fillore Shaban Shabani, ku fituan përfaqësuesit e shkollës fillore Shaban Shabani me rezultat 57 me 30 pikë dhe u plasuan në finale. Kurse nata e dytë e gjysmëfinales u mbajt me 15 maj në mes të nxënësve përfaqësues nga shkolla fillore 28 Nëntori nga Bresana dhe nxënësve përfaqësues të shkollës fillore Sezai Suroj nga Belobradi, ku ky takim u mbyll me rezultat 54 me 45 pikë në të mirë të shkollës fillore 28 Nëntori. Për të mos e zgjatur më tepër, sonte është finalja dhe si zakonisht finalen edhe më herët, pra është duke përcjellur edhe drejtori i Drejtoratit për Arsim, Demokratizim dhe Media, zotëri Defrim Gashi, i cili në fund të kuizit do t'jepe edhe fituesin, pra do s'pall fituesin dhe do thotë se sigurisht diçka më tepër lidhur me kuizin e diturisë. Këtu në studio, pra si zakonisht kemi edhe dy drejtorët të cilët sonte do të garojnë për vendin e parë dhe të dytë të kuizit të diturisë përmes valëve të Radio Sharrit. Tani fjalën ja japim drejtorit të shkollës fillore 28 Nëntori, zotëri Agim Hamzës, i cili sigurisht do të shtoj dhe ndoshta do të thot edhe diçka të veçantë për natën e sotme. Zoti drejtor, mirë se erdhët dhe ju dëshiroj suksese pra në garën finale të kuizit të diturisë. Mirë se u gjemë. Në fillim, përshëndetjet shkojnë për të gjithë dëgjuesit e juaj të Radio Sharrit të valës 96.4 MHz. Doja të përshëndesja të gjithë prindërt e nxënësve fush në nivel të opojës,
veçanërisht fëmijëve të shkollës time. Do t'i përshëndesja të gjithë kolektivet e njëherit organizatorin, pra drejtoratin për arsim, demokratizim dhe media që mundësoj organizimin e këtij kwizi, e në veçanti realizuesin e këtij emisioni Radio Sharrin që në këto kushte mjaft të vështira, thash edhe natën e parë kam thënë se mundëson një punë të madhe për këtë kwiz. Gara është garë, pranaj në fund, për mos të marrim shumë kohë, do të përshëndesja të dy ekipet garuese, u dëshiroj suksese dhe një finale të mirë. Faleminderit zotë drejtor, pra ishte ky drejtori i shkollës fillore 28 nëntori, zotëri Agim Hamza. Unë ju dëshiroj suksese pra që të dy paleve garuese. Atëherë mikrofoni ynë është i hapur edhe për drejtorin e shkollës fillore Shaban Shabanin nga Llopushniku, zotëri Hajris Kryeziun. Mirë mbrëma, përshëndetje të gjithë dëgjuesve, përshëndetje stafit të Radio Sharrit, veçanërisht përshëndetje drejtorisë së arsimit dhe antarëve të jurisë që bën një punë shumë të madhe dhe të mundimshme, por një punë shumë të dobishme. Kjo është një garë, kjo është një sport, ku pa i dhërime do të takohemi sot dhe besoj se çdo gjë do të përfundojë në rregull. Kalofshi qaste të bukura pranë valeve të Radio Sharrit. Ju falenderit. Falenderit zoti drejtor, unë të dëshiroj suksese, pra që të është vërtet një garë ashtu si që meriton kuizi i diturisë. Unë në veçanti do të përshëndes jurin profesionale zotëri Rami Mezinin dhe Fuad Berishën, ndërsa përshëndes gjithashtu edhe antarët e tjerë të jurisë ndihmëse, e që sonte pra për këtë garë finale është pra arsimtari nga shkolla fillore Nezim Berati, e ky është Njazi Ramani që e përshëndes. Mirë po, unë nuk guxoj pa i përshëndetur edhe donacionet të cilat na kanë arritur në redaksin tonë për nxënësit finalistë. Për këtë emision të kuizit diturisë, drejtorati për arsim, demokratizim dhe media, i cili është njëherët edhe organizatori kryesor, për të gjithë nxënësit finalistë do të jep nga një dhuratë si dhe mirënjohje si për shkollat, si për të gjithë nxënësit për vendin e parë dhe të dytë. Gjithashtu mirënjohje drejtorati pra i arsimit dhe demokratizimit dhe mediave do të ndaj edhe për Radio Sharrin. Pastaj, vetë Radio Sharrin nxënësve pjesëmarrës të të dy shkollave do t'ju dhurojnë nga një fanel me logon e Radio Sharrit. Pastaj pronari i Kafe Grill Rozafa, zotëri Agim Ramadani, do të shtrojnë një darkë solemne ku në këtë darkë pra do të bëhet edhe ceremonia shpërndarjes së mirënjohjeve dhe dhuratave. Për nxënësit finalistë, gjithashtu është kujdesur edhe Shqipran Krasniqi, pronar i librarisë Sheki Komesne Dragash, i cili për nxënësit finalistë, pra për vendin e parë dhe të dytë, do të jep nga një shpërblim. E që unë në emër të gjithë nxënësve dhe shkollave i falenderoj donatorët. Ndiqni kuizin e diturisë përmes valeve të Radio Sharrit në frekuencën 96.4 MHz dhe përjetoni emocionet që sjell ky kuiz. Mirë mbroma edhe njëherë të gjithëve, ju që ndodheni në frekuencën 96.4 MHz të Radio Sharrit. Ne pra ju bëjmë dije se jeni në garën finale të kuizit diturisë përmes valeve të Radio Sharrit, ku në finale pra si i ka dhe me herët rezultatet. Kanë arritur shkolla fillore 28 nëntori nga Bresana dhe shkolla fillore Shaban Shabanin nga Llopushniku. Vërtet të ndëruar dëgjues, pra do të është një garë ashtu si që kemi paramenduar na, pra që nxënësit janë të qetë dhe presin që të fillojmë pra me pyetjet të cilat i ka përgatitur juria profesionale e përbërë nga Rami Mezini dhe Fuad Berisha, kurse sonte pra jurisë profesionale në ndim i ka ardhur edhe përfaqësuesin nga shkolla fillore Nezim Berati, pra arsimtari Njazi Ramani që ne e përshëndesim. Atëherë sipas shortit të hudhur, sepse gjithnjë bëjmë short këtu, e dinë nxënësit këtu si e çojmë këtë punë. Të parët janë pra nxënësit e shkollës fillore 28 nëntori nga Bresana, ndërsa pastaj të dytët janë përfaqësuesit e shkollës fillore Shaban Shabanin nga Llopushniku. Unë pra
edhe për nxënësit, po edhe për ju të nderuar dëgjues, do t'jap disa sqarime se si do ta zhvillojmë garen e sondme finale të kuizit të diturisë. Pra, të parat do të zgjedhin lëndën, pra janë nxënësit përfaqësues të shkollës fillore 28 nëntori, pastaj të njëjtën lëndë, pra do t'i përcjellin nxënësit përfaqësuese të shkollës fillore Shaban Shabanin nga Lopusniku. Pastaj, në raundin e dytë të pyetjeve, të parat do të zgjedhin nxënësit përfaqësues të shkollës fillore Shaban Shabanin nga Lopusniku, pastaj kështu me radhë. Pra, do të kemi, të gjithë e dini se garojmë në 4 lëndë mësimore, gjuhë shqipe dhe letërsi, biologji, matematikë dhe në fizike. Atëherë, sigurisht, për dikush që vërtet është sonte, pra për herë të parë në emisionin ton, unë do t'u alë radhen që vetë nxënësit të prezantohen, megjithëse shumica pra që kanë përcjell kuizin e diturisë, që nga fillimi i njohin dhe sigurisht këta kanë simpatizuesit e vetë dhe kanë për të përshëndetur shokët e klasës, arsimtarët, drejtorët e kështu me radhë. Atëherë të parët janë pra nxënësit e shkollës fillore 28 nëntori nga Brasana. Unë quam Yaser Halimi, jam nxënës i shkollës fillore 28 nëntori, klasa 8-1, dua të përshëndes gjithë kolektivin e arsimtarëve të shkollës fillore 28 nëntori dhe përzemërsisht ata që na kanë ndihmuar për këtë kuiz dhe gjithë nxënësit e shkollës fillore 28 nëntori, por edhe ekipin rival nga shkolla Shaban Shaban. Të shohim, pra ky ishte Yaser Halimi, nxënës i klasës 8-1 dhe të shohim se kush është përfaqësues që sonte do të përfaqësojë në finale shkollën fillore 28 nëntori. Unë quhem Saime Ibrahimi, përfaqësoj shkollën 28 nëntori dhe dëshiroj të përshëndes organizatorin e këtij kuizi dhe të gjithë ata që janë duke na ndjekur përmes valëve të Radio Sharrit. Ishte pra kjo Saime Ibrahimi, nxënëse e klasës 6-1 dhe të shohim se kush e përfaqëson sonte shkollën fillore 28 nëntori. Unë jam Derim Ademi, jam nxënës i klasës 7-3 të shkollës fillore 28 nëntori në Bresan. Në këtë çast dua të përshëndes të gjithë nxënësit dhe arsimtarët të shkollës fillore 28 nëntori në Bresan, organizatorin e këtij kuizi, stafin realizues të Radio Sharrit, si dhe të gjithë ata që janë duke na ndjekur përmes valeve të Radio Sharrit, posaçërisht ata të cilët na përkrahin. Ishte ky një aplauz për nga operatori teknik që sonde do të përkujdeset që të na vanë sa më drejtë dhe më mirë emisioni i kuizit të diturisë, Naim Halimi, i cili vërtet i përshëndet të gjithë me anë të aplauzit dhe të shohim se kush sonde do ta përfaqëson në shkollën fillore Shaban Shabanin nga Lopusniku. Unë quam Albulena Krasniqi, jam nga Breznia, përfaqësoj shkollën fillore Shaban Shabani, jam në klasën e 8A. Përmes këtyre valeve të mrekullueshme dëshiroj të përshëndes së pari stafin tuaj realizues dhe të them se ky kuiz është shumë i qelluar. Dëshiroj të përshëndes familjen time, gjithë farefisin tim, veçanërisht motrën time, Brikenën, e cila gjendet në Prizren, po ashtu motrën Dornikën me shoqërinë e saj, si dhe motrën e vogël Arditën. Ishte kjo Albulena Krasniqi, nxënëse e klasës 8A dhe të shohim se cili është ai që sonte pra në mënyrë të sinqertë dhe të drejtë do ta përfaqësoj shkollën fillore Shaban Shabani. Mirëmbrëma, unë quhem Idal Tahiri dhe jam nxënës i shkollës fillore Shaban Shabani në klasën e 8A. Në këtë çast dëshiroj të përshëndes të gjithë nxënësit dhe arsimtarët e shkollës fillore Shaban Shabani dhe familjen time. Pra ishte ky Ideal Tahiri, nxënës i klasës 8A dhe përfaqësuesi i tretë që sonte pra ju bashkangjitë dy të parave të shkollës fillore Shaban Shabani nga Lopusniku është Mirëmbrëma, unë quhem Nuri Berisha, jam nxënës i klasës 8B të shkollës fillore Shaban Shabani në Lopusnik. Në fillim ju përshëndes stafin realizues të Radio Sharrit, përshëndes familjen time, përshëndes familjet e dëshmorëve, në veçanti familjet e dëshmorëve të fshatit Buçe, familjen e Adem Berishës, Ruzdi Berishës dhe Tasim Krasniqit. Ndiqni kuizin e diturisë përmes valeve të Radio Sharrit në frekuencën 96.4 MHz dhe përjetoni emocionet që sjell ky kuiz.
Pra shkolla fillore 28 nëntori dhe shkolla fillore Shaban Shabani. Sipas shortit të hudhur të drejten, pra kanë për të zgjatur lëndën, normalisht pra kemi të përgatitura në secilën lëndë nga 25 pyetje, një përgjigje e saktë mban në vete 3 poena. Këtë të gjithë e di për të ndëruar se vërtet pritni me padurim që të fillojmë në garën e kuizit të dituris, atëherë të shohim se cilën lëndë dhe cilin numër do ta zgjedhin sonte finalistët të cilët përfaqësojnë shkollën fillore 28 nëntori. Nga matematika pyetja numër 1. Pra nga lënda e matematikës, pyetja numër 1. Këtu kemi fleta, pra kemi edhe lapsa, matematika sigurisht do edhe që ndoshta edhe të shkruajmë diçka. Atëherë, pyetja numër 1 për përfaqësuesit e shkollës fillore 28 nëntori nga Bresana thotë: çka quajmë thys të rregullt? Pra çka quajmë thys të rregullt? Dhe pyetja numër 1, pra pyetja e parë që hapi finalen e sonte të kuizit të diturisë, është nga lënda e matematikës, është pra për përfaqësuesit e shkollës fillore 28 nëntori dhe thotë çka quajmë thys të rregullt. Thys të rregullt quajmë thyesa e cila numëruesin e ka më të vogël se emëruesin. Përgjigjja është e saktë. Atëherë, para se të kalojmë për ta përzgjedhur pyetjen nxënësit e shkollës fillore Shaban Shabani nga Llopushniku, tani pra sa na arriti në studio për të na parë se si po punojmë këtu dhe për të na dëshiruar suksese, është shefi i shërbimit të financave në drejtorinë arsimore, pra zotëri Milaim Ajupi, të cilin e falenderojmë që ka gjetë kohë dhe ka ardhur për të na përcjellë pra përsa afërmi me kuizin e diturisë. Atëherë, të shohim se cila është pyetja e parë pra nga lënda matematikës për nxënësit e shkollës fillore Shaban Shabani. Pyetja numër 2 nga lënda e matematikës. Pra gjithni që do të shkojmë me matematikë si që morëm vesh, atëherë pyetja numër 2 nga lënda e matematikës thotë: çka quajmë gjysmëdrejtës? Çka quajmë gjysmëdrejtës? Përgjigjen në pyetjen se çka quajmë gjysmëdrejtëse presim nga nxënësit përfaqësues të shkollës fillore Shaban Shabani. Bashkësia e të gjithë pikave të drejtësës, të cilat gjenden në njërin anë të pikës O quhet gjysmëdrejtës. Pika O quhet pika fillestare e gjysmëdrejtës. Dhe përgjigjja është e saktë. Dhe para se të kërkojnë nxënësit pra përfaqësuesit e shkollës fillore 28 nëntori pyetjen e dytë, unë do të bëj edhe një sqarim të vogël, ashtu si që jemi marrë vesh me jurinë profesionale dhe ndihmësin e jurisë sonte, pra pasi është gara finale e diturisë, nxënësit kanë të drejtë që të marrin kohë pra 3 minuta 3 herë pra nga 1 minutë për të konsultuar, për dallim nga garat e tjera. Atëherë kalojmë të pyetja e dytë nga lënda e matematikës. Pyetja numër 3. Pra, pyetja numër 3. Thotë: sa është
20% e numrit 60. Pra sa është 20% i numrit 60? Se sa është 20% i numrit 60, përgjigjen do të na japin nxënësit e shkollës fillore Institut Nëntori. 20% e numrit 60 është 12. Pra është numri 12 dhe përgjigja është saktë. Atëherë, pa humbur kohë, do të kalojmë te pyetja e dytë nga lenda e matematikës për nxënësit e shkollës fillore Shaban Shabani. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4 thotë, pra këtu do të keni mundësi që të shkruani. Unë do ta lexoj ngadalë pra pyetjen që të keni mundësi ta shkruani më saktë. Njësoni vlerën e shprehjes x në kub minus x në katror minus x plus 1, ku për x kemi barabart minus 1. Pra edhe njëherë, x në kub minus x në katror minus x plus 1, për x barabart minus 1. Pra, para se të na jepni përgjigjen, keni mundësi që të kërkoni edhe 1 minutë pra për ta verifikuar nëse e keni detyrën mirë apo jo. X në kup minus x në katror minus x plus 1 për x minus 1 është zgjidhja këtij është. Minus x në kup është baras me minus 1. Minus x në katror është baras me 1. Minus x plus 1, atëherë zgjidhja do të jetë 2. Dhe përgjigja nuk është e saktë. Unë pra ju luta që edhe një herë të bëni një konsulte, pra rezultati është barazi me 0. Atëherë kalojmë te pyetja e tretë për nxënësit e shkollës fillore 28 Nëntori. Pyetja numër 5. Pra pyetja numër 5. Pyetja numër 5 thotë: 1 hektar sa metër katror ka? Pra 1 hektar sa metër katror ka? Një hektar sa metër katror ka, përgjigjen pra presim nga nxënësit e shkollës fillore 28 Nëntori. 1 hektar ka 10.000 metër katror. Dhe përgjigja është e saktë. Ndërsa pyetja e tretë, të cilën do ta përzgjedhin nxënësit e shkollës fillore Shaban Shabani është. Pyetja numër 6 nga lenda e matematikës. Pra pyetja numër 6 nga lenda e matematikës. Përsëri duhet pra që ju të shkruani. Çka quajmë prodhim kartezian të dy bashkësive A dhe B? Çka quajmë prodhim kartezian të dy bashkësive A dhe B? Çka quajmë prodhim kartezian të dy bashkësive A dhe B? Përgjigjen do të na japin nxënësit përfaqësues të shkollës fillore Shaban Shabani. Prodhimi ndërmjet dy bashkësive A dhe B quhet prodhimi kartezian i dy bashkësive, ku A her B, në qoftë se A i ka elementet A presje B, B elementet 1 presje 2. Atëherë prodhimi kartezian i A her B është A1, A2, B1, B2. Dhe juria kërkon që ju ta shkruani dhe ta sheh se çfarë keni llogaritur. Pra keni të drejtë që edhe 1 minutë pra ta merrni dhe ta shkruani
në formë formule këtë shpërtësi. Se çka quajmë prodhim kartezian të dy bashkësive A dhe B, nëse janë të gatshëm, pra nxënësit e shkollës fillore Shaban Shabanit na japin përgjigjen, mund të na japin. Prodhimi ndërmjet dy bashkësive A dhe B quhet prodhim kartezian i atyre bashkësive, ku hapim klapën gjarsore A B në qoftë se janë elementet e bashkësisë A dhe B dhe një dy elementet e bashkësisë B. Atëherë prodhimi kartezian është hapim klapën A1, hapim klapën A2, mbyllim klapën, hapim klapën A2, B1 edhe B2. Pra, juria kërkon që edhe 1 minutë për ta saktësuar pak më saktë përgjigjen të cilën ju e keni dhënë. Dhe pra është hera e tretë e konsultës, atëherë do të presim edhe përgjigjen pak sigurisht më të plotësuar në pyetjen, çka quajmë prodhim kartezian të dy bashkësive A dhe B. Prodhimi kartezian i dy bashkësive A dhe B quhet prodhim kartezian i dy bashkësive, ku x, y, hapim klapën gjatësore x, y, kur elementi i parë është x i bashkësisë A dhe elementi i dytë është y i bashkësisë B. Dhe përgjigja është e saktë, pra është kërkuar kjo dhe jo siç e dha ju pak më herët, pra e plotësuar pas pauzës së tretë. Dhe pyetja e katërt nga lënda e matematikës për nxënësit e shkollës fillore 28 nëntori. Pyetja numër 7. Pyetja numër 7 thotë, kur themi se bashkësitë A dhe B janë disjunkte? Kur themi se bashkësitë A dhe B janë disjunkte? Se kur themi se bashkësitë A dhe B janë disjunkte, përgjigjen do të na japin nxënësit përfaqësues të shkollës fillore 28 nëntori. Elementet A dhe B janë disjunkte në qoftë se elementet e bashkësisë A nuk gjenden në bashkësinë B. Pra, të konsultoheni, juria kërkon që edhe një herë të konsultoheni. Kur themi se bashkësitë A dhe B janë disjunkte, pra përsëri do të na përgjigjen përfaqësuesit e shkollës fillore 28 nëntori. Bashkësitë A dhe B janë disjunkte në qoftë se prerja atyre është bashkësi boshe. Dhe përgjigja është e saktë. Të shohim se cilin numër nga lënda e matematikës do të kërkojnë nxënësit të shkollës fillore Shaban Shabani. Pyetja numër 8 nga lënda e matematikës. Pra pyetja numër 8 për ju kësaj radhe thotë: krahason numrat dhjetor 3.48, pra do të shkruani, pra krahason numrat dhjetor 3.48 dhe 3.329, pra cili është më i madh. Krahason numrat dhjetor 3.48 dhe 3.329, pra cili është më i madh, do të na përgjigjen nxënësit përfaqësues të shkollës fillore Shaban Shabani. Më i madh është numri 3.48. Pra përgjigja është e saktë.